Përshëndetje, më quajnë Eduard Lazari dhe jam antar bordi i organizatës shqiptare këtu në Massachusetts, Masbesa. Si shumë për ju mund ta dinë, Masbesa përveç menaxhimit të 3 shkollave shqipe, gjithashtu organizon shumë aktivitete patriotike kulturore për komunitetin shqiptar në Boston. Çdo 3 muaj në organizojmë gjithashtu dhe networking event dhe këtë të premte në datë 25 prill tek Citizen Boston, që është afër TD Garden, ne organizojmë aktivitetin e radhës për Sprint Networking Event, ku janë të ftuar studentë dhe profesionistë të fushave të ndryshme. Këto aktivitete janë shumë të rëndësishme pasi shumë studentë ose biznesmen ose punonjës shqiptar të fushave të ndryshme takojnë me njëri tjetrin, edhe shkëmbejnë kontakte, krijojnë ura të lidhse që mund t'i përdorin në të ardhmen. Pastaj kujt diet, ndoshta ndonjëherë mund takoni në një kushëri të tretë në një komshi që keni pasur në Shqipëri. Ju ftojmë të vini te ky aktivitet i radhës, siç e thash edhe një herë, ditën e premte ose nesër, datë 25 prill, ora 6:08 tek Citizen Boston, që është në North Station TD Garden. Ju mirëpresim.